në hyrje të portit në Zvërnesit. Këtu për janë instaluar të typë balozët që në i ka cilë tati qeverisë. Shikoni se që bëhet. Ne jemi një grush njerëzish. E më të shkojmë të festojmë aty, se kërkojmë shporjen e tyre. Sepse ka qenë një lloj marrëveshje në dy qeverisë dhe këta të Bangladeshit që janë ato andijet. Karkasat Që janë ato veturinat, lamarinat, për 2 vjetë. Ato kanë ardhur vitin 2022 dhe në vitin 2024 kontrata ka mbaruar. Dhe ne erëm të kujtojmë tyre sotrive dhe qeverisë dhe banditit kryesor Edi Ramës që këto duhet të largohen urgjentisht. Ka 2 vjetë që ka mbaruar afati i marrëveshjes. Ta jo vetë në sikin, po në ndotën e zetë. Kaq ishte. Tani shikoni të dashur. Po dalë kështu që ka nash. Këto çunat e i, po të cilët kemi respekt, në mikrofonin dhe ju, dakor? Nuk na lejojnë të shkojmë tek generatorët. Ti filmojmë, ta shikoni që ju generatorët kanë 2 vjetë që nuk punojnë. Ngjejnë njërë tym, po ose ai tym i bardhë që kur emërohet papa, i ri, po tym i zi. Tym gjinë gjithë në orën. Tani nuk dim se si do veprojmë. Si t'ja bëjmë? Si do veprojmë? Ne jemi pajsot. Edhe këta si mundin do. ata kanë ardhur të armatosur ne me bidona ujë, as bidona s'kemi.